Në kohën kur besimi në organet e drejtësisë është shumë i ulët, Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit gjatë përbërjes së kaluar konsiderohej një lloj pike e ndritshme në luftën kundër korrupsionit. Megjithatë, përfshirja e kryetares aktuale të antikorrupsionit Tatjana Dimitrovska në hetimin për rastin aditiv ka kthyer këtë komision në një fillim të ri, thuhet në raportin mujor të organizatës Transparency International, ku janë përfshirë ngjarjet më të turbullta dhe të qarta të korrupsionit. Në raport përmendet edhe rasti i marrjes së mitos për falsifikimin e dokumenteve për marrjen e pensionit invalidor dhe për përkujdesje për person tjetër, ku në krye të skemës ishte ish drejtoresha e klinikës për vesh, hund dhe fyt në Shkup. Ajo kishte formuar 2 grupe kriminele të cilët kanë marrë mito dhe në këmbim, kanë falsifikuar dokument mjekësor dhe kanë kryer procedurat për sigurinë e të drejtave sociale. Në skemën kanë qenë të kyqur mjek nga klinika për vesh, hund dhe fyt, neurologji, Spitali i Përgjithshëm i Velesit, psikiatris, por edhe një person i kualifikuar, antar të Komisionit për vlerësim të aftësisë së punës, avokat, por edhe zyrtar të tjerë. Procedura për realizimin e të drejtës për përkujdesje për person tjetër zhvillohej përmes Velesit. Kërkuesit e kësaj të drejte jepnin rishfet të mjekët am nga ky qytet. Në mesin e ngjarjeve më të turbullta të korrupsionit është edhe drejtori i geriatrisë, i cili u kap nga policia derisa merrte 20.000 euro mito për të pranuar në spital një person të palëvizshëm, si dhe rasti i truprojës së kryeministrit Hristian Mickoski, i cili tentoi që të shiste informacione sekrete. Inspektori i arrestuar nga sigurimi personal i Mickoskit ka tentuar të shes dokumente të klasifikuara për 50.000 euro. I dyshuari Angel Samarakov, inspektori pavarur dhe pjesëtari i njësisë për sigurimin personal të kryeministrit Hristian Mickoski, është kapur në parkingun përpara një hoteli në Veles gjatë përpjekjes për të shitur dokumente të klasifikuara për shumën prej 50.000 euro, njoftoi prokuroria publike. Ndërkaq në mesin e ngjarjeve të qarta është theksuar rasti me hetimin e hapur të prokurorisë për mungesën e 7.3 milion eurove në Agjencinë për Menaxhimin e Pronës së Konfiskuar, si dhe kallëzimi penal i ngritur nga prokuroria ndaj 10 zyrtarëve policor nga Koçani dhe Shtipi në lidhje me tragjedinë në Koçan.